besoj Zotin, por jo fen. Ti je një ateist modern. Ti je një ateist i fshehur. Ti në fakt nuk e beson Zotin. Ti je bindur në paaftësinë tënde. Je bindur se ka diçka më të fuqishme se ti. Dhe kjo bindje në fakt nuk është asgjë. As pak nuk është e mjaftueshme të të quajmë besimtar. U binde se pas ke vdekje, u binde se pas ka smundje që të sfidon, u binde që të je i paaft, u binde se bota që te mendon se sillet rreth teje nuk ke asgjë në dorë, nuk ke diellin në dorë, nuk ke hënën në dorë, nuk menaxhon me ajrin, nuk menaxhon me ujin dhe në fund kuptove se vërtet këto dikush i ka krijuar, pra unë tash u bëra i madh dhe këta njerëz pra mendojnë që duhet edhe të faleminderohen për arritjen e tyre kaq të madhe se tashmë kanë arritur të besojnë. Asgjë s'ke bë. Ti je nga më të paktit njerëz që kanë rezonim rreth botës dhe jetës. Pra, nëse ti mendon se do të arrish te njohja e Zotit me mendjen tënde, pra nuk dua që të besoj sipas ndonjë verzioni fetar, atëherë kjo quhet deizëm. E ky lloj deizmi që në ditët e sotme është përhapur, që njerëzit kinse tash janë në gjendje që t'i korrigjojnë gabimet e feve. Pra, fet gjëja se qenë kanë në konflikt ndërmjet vete, dhe unë as nuk dua ta besoj atë Allahun e muslimanëve, e as nuk dua ta besoj Zotin sipas verzionit të Krishtit apo të dikujt tjetër, dhe kësaj unë dua që të shpreh se jam besimtar, nuk jam ateist, por nuk besoj sipas asnjë verzioni. Pyetja shtrohet, si arritje ta njohësh Zotin? Nëse ti mendon që njohja që kjo gjithësi ka Zot, sikur përmenda kjo është deri më tani asgjë. Sepse fundja i njohet ti apo nuk e njohë, kjo nuk çon pesh. E jotja është që të kuptosh se ky Zot çfarë atribute ka dhe ne në raport me te, çfarë raporte dhe çfarë lidhje duhet të kemi. Nëse besimet fetare nuk janë shpikje njerëzore dhe nuk janë filozofi që dikujt që nuk ka pas çfarë të bëj në ndonjë natë të dimrit të gjatë, ka shpikur fe dhe thot, hajt pra tash ta adhurojmë këtë Zotin. Jo, raportet tona me këtë Zotin që ti tash po e njeh se ne jem të varur në jetën tonë për te, dhe ne jem krijesa të tij, atëherë kemi detyra ndaj tij. E ato detyra duhet të mësoj dikush se cilat janë, se si performohen, se si kryhen. Pra ti sigur thua, unë e di se këtë fabrik dikush është pronar i saj, po mu nuk më intereson si e ka emrin ai. Dhe unë nuk dua të jap llogari atij pronari. Shtrohet pyetja, te kush je i punësuar? Prej kujt kërkon pagën ti tash? Prej kujt kërkon shpërblimin tënd? Kush duhet të jap medaljen e punëtorit më të mirë për ty tash? Kur ti nuk e njeh asnjë prej pronarëve dhe nuk dëshiron që të nënshtrohesh ndaj askujt. Ti çdo menaxheri që eventualisht mund të thotë se nuk je mirë në punë, nuk e ke performancën e mirë, nuk e ke notën e mirë, mund të ndalet paga ti, do t'i thuash, nuk e njoh këtë verzion. Unë njoh vetëm verzionin se po, këtë fabrik dikush e ka, por kush nuk po më intereson. Duhet ta kuptosh pronësinë, duhet ta kuptosh pronarin, duhet të evitohen konfliktet. E sa i përket konflikteve eventuale mes besimeve, a dini pse ekzistojnë? Ekzistojnë sepse të gjithë pretendojnë që të njohin me atë krijuesin, me atë Zotin absolut, dhe po të ishe shumë i sinqert, kur njëherë nuk ke konflikt në këtë. Sepse do të humbtosh këtë fe e atë fe, këtë besim dhe atë besim, dhe do të gjesh në fund kush është që pretendon se ka libër të Zotit. Nëse kemi në duar tona libra që pretendon se janë të Zotit, do të bëjmë matje kohore. A është e mundshme që një libër, Muhamedi i Mesjetës, ta ketë shkruar dhe ai të ketë qenë analfabet në këtë nivel të shkrimit çfarë është? Ti vetë do të bindesh se jo. Atëherë, ky libër vërtet është libër që ai ka marrë nga dikush.
shtrohet pyetja, në cilin universitet, cilët ishin mësuesit e tij që janë mësuan atë. Pra do të kuptojmë se ajo është një shpallje që është shpallur atij dhe rrjedhimisht për me na mësu neve se si është Zoti, si ta njohim Zotin. Edhe vetë të dërguarit nuk e njohtën me mendjen e tyre. Pra kishte prej të dërguara që prej besimit tyre të pastër niseshin dhe thonin se ndoshta ky planet apo ky tjetri mund të jetë Zot, por një dinin, nuk mund të jetë ky guri që nuk dëgjon, nuk sheh, ky guri që nuk lëviz, nuk ka shpirt, nuk ka jetë, nuk ka vdekje, thjesht është skulptur e jona e jo krijues i joni. Pra ata këtë e dinin. Ama se si është ai Zoti absolut, këtë vetëm nga besimi në fe mund ta kuptojmë. Nëse ti nuk të pëlqen të jesh musliman, zgjidh fe tjetër, por mos pretendo se je besimtar, se thash në fillim, ti je një ateist i msheft, nuk dëshiron të marrësh përgjegjësinë ndaj këtij Zoti, dëshiron vetëm ta konfirmosh se ekziston, por unë nuk kam detyra ndaj tij. Ai nuk meriton që të marr shërbime nga unë, eksisoj. Pra, kjo mjafton të jetë mosbesim.